U kthejmë në studio për të folur në lidhje me vendimin e marrë nga zyra e rregullatorit të energjisë elektrike sa i përket çmimit të energjisë elektrike, i cili është rritur 16.1%. Me mua në studio është ekonomist dhe auditor ligjor Lulzim Beqiri. Faleminderit shumë që erdhe në Infode. Faleminderit për ftesën. Zoti Beqiri, si keni pa juve të gjitha këto zhvillime sa i përket çështjes së ngritjes së çmimit të energjisë elektrike? Unë pash edhe një reagim nga ana juaj ku ndër të tjera su tha se duhet të shkartkohet bordi i ZRE-s. Po sigurisht në fushën e ekonomisë, masi veç jam pjesë e ekonomisë ose ekonomist me profesion, ka lindë kurreshja që me u përgjigj edhe si qytetari i Republikës, edhe si ekonomist, që vendimet e bordit të ZRE-s kanë qenë jashtëzakonisht sfiduese për ekonominë e Kosovës, njëkohësisht edhe për qytetarët, vetë fakti që kemi një rritje prej 16.1% në situatën që ndodhet Kosova në pagat që ka aktualisht, ka shtyrë që t'i drejtohemi edhe me opinionet tjera edhe opinionin e fundit për shkarkimin e bordit të ZRE-s, për arsye se ka marrë vendime të cilat nuk janë konsultuar me publikun apo me qytetarët, sepse qytetarët janë ata të cilët do të paguajnë shumën. Sipas për llogaritjeve që kanë bërë me numrin e konsumatorëve që kanë në Kosovë, dikon rreth 50 milioner është kostja që konsumatori kosovar ka me pagu. Përveç kësaj, ka edhe një shtesë tjetër e konsumatorit që po përballet me ngritjen e çmimeve si pasojë e rritjes së kostës së energjisë elektrike. Dhe kjo sigurisht që duke parë edhe reagimin e ZRE-s, arrogancën që kanë ndaj publikut, sidomos ndaj qytetarëve të Kosovës, mos analizën e opinioneve që ka thënë edhe presidenti i Republikës, edhe organizata të ndryshme dhe qytetarë të ndryshëm, ata prap kanë vazhduar që tallen me qytetarët e Kosovës, duke thënë që gjejnë energji elektrike kudo që ata munden, e duke marrë përballë që Kosova ka monopol sa i përket energjisë elektrike. Ka lindë ideja që Kuvendi i Republikës Kosovës të ndërmerr masa, sepse deputetët e zgjedhur kanë për obligim me mbrojtë qytetarët e Republikës Kosovës, ZRE-ja i përgjigjet Kuvendit të Republikës Kosovës dhe sigurisht që do duhet që të jap përgjegjësi para Kuvendit. Mirë, po, sa i përket këtyre vendimeve, ju thatë se nuk është vendim i menjëhershëm i marrë nga zyra e rregullatorit të energjisë elektrike, pra është një vendim i cili është paramenduar që do të merret. Mirë, po, dëmet dhe pasojat do t'i shohim edhe me tutje, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Tashmë kemi rezultatet e para të pasojave, ngritjen e çmimeve, ka ngritje çmimeve të produktet elementare esenciale që janë në Republikën e Kosovës, siç është buka, produkte të tjera shportës së konsumatorit dhe ka një heshtje të jashtëzakonshme të institucioneve të Republikës Kosovës për faktin që Kuvendi i Kosovës është në një ngërç. Ministritë aktuale që janë përgjegjëse për këtë situatë dhe ato janë në gjumë. Ma shumë kemi deklarata politike se sa që ka ndaj veprim të cilët ata janë thirrur me mandatën që kanë me mbrojtë qytetarët e Republikës Kosovës. Tashmë nuk kemi asnjë reagim nga Ministria e Ekonomisë apo Qeveria e Republikës Kosovës për rritjen 16.1% dhe ngritjen e çmimeve. Nuk ka ndonjë mekanizëm që Inspektorati i Tregut është duke i mbikëqyrur tregun për ngritjen e çmimeve dhe kjo sigurisht që po ndikon jashtëzakonisht në ramen e fuqisë blerëse. Mirë, po, ky vendim u marr edhe në kohën kur neve nuk kemi konstituim të Kuvendit. Mendoj që ka qenë qëllimshme situata që është marrë vendimi. Njëherë kanë thonë që ka një rritje 35%, një matje e pulsit qytetar, siç dihet na aktualisht qytetarët janë në gjumë, nuk e di arsyen, po do duhet që qytetarët janë aktiv pavarësisht përkatësisë tyre politike, do duhet që kur është interesi i përgjithshëm qytetar, duhet ngritën sepse Kosova nuk e ka luksin me ngritë çmimet. Do duhet që të fokusohem më shumë me ngritjen e kapaciteteve prodhuese, sepse flejmë në arin e zi, siç i themi ne, dhe ne ende pothuajse 20 vite jemi me të njëjtat probleme. Domethënë gjithaj investim që u bë dhe nuk ka në prodhim të energjisë elektrike. Dhe kjo po i shkon dëm ose po i shkon faturë qytetarit të Republikës Kosovës për shumë arsye që faktikisht ka mbetë si lloj tabilçitse e institucioneve. Një në domethënë është ZRE-ja, anën tjetër është Qeveria e Republikës Kosovës që përveç deklaratave që e cekëm më herët, nuk ka ndonjë veprim që i del ndim. Për shembull është
fakti që qeveria mund të ndërhyjë në uljen e TVSH-s për shembull për këto produkte, sidomos për produkte energjisë elektrike, për produkte e shportit të konsumatorit dhe e kish ndihmu jashtëzakonisht shumë situatës aktuale. Pjesa ku qeveria thotë që organet e zyrtares janë pavarur, është vërtet që janë pavarur, po qeveria do duhet të merrte mosa sepse janë qytetarët e Kosovës ata që po ballafaqohen me situatën aktuale. Mirë, po përballemi me një rritje menjëherë të çmimeve të jashtëzakonshme të produkteve në treg, që shpejata asaj themelore siç është buka, pra një kosto që askush nuk e mbikëqyr sepse është bërë gjithë kjo rritje, ndërka që qytetarët po i paguajnë me ato çmime të cilat po hasin në treg. Po sigurisht kjo e cekëm edhe më herët që ndikimi ose faktori kryesor që ka më dëmtu është konsumatori final. Biznesi detyrohet me rrit çmimin e produkteve për arsye se i rrit kostot operacionale. Për shembull, një biznes nuk ka me pagu më ta zëm 100 euro nëse paguon ose 1000 euro në vitit, po ka me pagu dhe 16.1%. Shto kësaj që prej 1 qershorit pritet me dalë në tregun e hapur dhe bizneset cilat janë me mbi 50 punëtorë 10 milion euro qarkullim dhe kjo ka me ndiku jashtëzakonisht shumë sepse pritet që çmimi i energjisë elektrike ose ofertimi të paktën deri tash është deri në 250%. Po kjo loja për tregun e hapur, si po ju duket, a do të jetë në favor apo në dëm të bizneseve kosovare? Janë përafërsisht rreth 1300 biznese që kanë më ataku për këtij çmimi. Para mendoni nëse një biznes prodhues ka një kosto mujore 10.000 euro, me rritjen ose me daljen në tregun e hapur ka me pagu rreth 45.000 euro mujore. Dhe Shumë e madhe. Po sigurisht që është e jashtëzakonshme për këtë arsye dhe muaj mars sipas statistikave kemi rreth 600 milion euro importe. Kjo ka me rrit importin, ka me dobësu fuqinë blerëse, njëkohësisht edhe ka me detyru shumë biznesi që me mbyll aktivitetin e vet sepse është e pamundur me dalë në treg me produktet që janë më shtrejtë se produktet e importit. Pa djemin e një kalkulim, mbyllja e bizneseve, punëtor të papun, shtim edhe më tej shumë të varfërisë në Kosovë. Ja ka një efekt zinxhiror, po çuditem pak me institucionet e Republikës së Kosovës, të cilat janë të heshtura sa i përket kësaj gjëje. Fakti që kemi kaq shumë import, kjo do të thotë që bizneset kosovare prodhuese të paktën po ballafaqohen me situatën që nuk po prodhojnë sa duhen dhe kostoja e tyre është jashtëzakonisht e lartë. Ne kemi biznes që pagujnë jashtëzakonisht shumë kredi në Kosovë, me norma shumë të larta. Tashmë ballafaqohen me mungesë të energjisë elektrike, shto kësaj tash edhe çmimin e energjisë elektrike, biznesi pothuajse veç detyrohet me mbyll aktivitetin e vet ose të paktën me ul numrin e punëtorëve dhe me ul sasinë e prodhimit. Dhe kjo i shkon në favor importit, gjë që po ndodh tashmë veç që kemi hapat e parë. Kemi import historik, për herë të parë kemi rreth 600 milion euro, që është dikon rreth 17% krahasuar me vitin e kaluar më i madh. Dhe kjo do duhet që fokusohet më shumë ose institucionet e Republikës të fokusohen më shumë në parandalu këtë situatë sepse për mendimin tim është urgjencë kombëtare në aspektin e ekonomisë, për arsye se kjo ka me kontribu me rritjen e inflacionit. Në momentin që rritet inflacioni, qytetari i Republikës Kosovës është drejt kollapsit. Ja, fol edhe për institucionet e vendit, mirë po punën që janë lavdërues jashtëzakonisht shumë institucionet e vendit është rritja e buxhetit të shtetit, ndërka që qytetarët e Kosovës jetojnë në një varfëri goxha të theksuare, sidomos në këto vitet e fundit. Si po e shihni ju punën e institucionet e vendit? A është dashur vetëm të punohet që të mbushet buxheti i shtetit apo të punohet në mënyrë që jeta e qytetarëve të jetë më e lehtësuar në vendin tonë? Prej shpalljes së pavarësisë Kosovës gjithmonë kemi pas buxhet jo zhvillimor. Pjesa më e madhe e buxhetit që kanë paga me ditje, aktivitete të cilat nuk kontribuojnë në zhvillim ekonomik. Edhe qeverisja aktuale, edhe qeverisjet e kaluara nuk kanë pas një fokus zhvillimin ekonomik, ose të paktën nuk kanë pas investimet qoftë në infrastrukturë, qoftë në sferën që kanë me ndihmu prodhuesit vendor. Nuk po them që s'janë ndihmu, po s'janë ndihmu sa duhet për arsye se tashmë me një ngritje të energjisë elektrike apo çmimit
të energjisë elektrike, biznesi po vjen para kollapsit. Pra nuk ka një investim dur, qoftë makineri, qoftë me mbështet prodhuesin vendor. Për shembull, vendet e rajonit që është Serbia dhe vendet tjera subvencionojnë prodhuesit, ata dalin treg me çmime më të lira dhe shkelin produktin vendor. Për këtë arsye, institucionet duhet të fokusohen në prodhim. Një vend që nuk ka prodhim, besoj që edhe në aspektin strategjik është vend i cili nuk ka politika zhvillimore ekonomike. Prandaj po shpresoj shumë në qeverisjen e ardhshme që ka me shpall vitin e ekonomisë ose vitin kombëtar të ekonomisë me fokus veçantë kompanitë prodhuese, në mënyrë që prodhuesit ose konsumatorët kosovar të blejnë prodhime vendore, njëkohësisht edhe me çmime më të lira, për faktin që ne jemi ballafaqur me situata të jashtëzakonshme. Për shembull, kemi pas pandeminë, që është mbyll gjithçka, kufetet gjithçka, edhe kemi pas produkte jashtëzakonisht tepër shtrejta. Kemi luftën në Ukrainë, se kemi krizat e ndryshme, siç është rasti i tarifave nga presidenti Trump, dhe gjitha këto në një ekonomi që valet për importin ndikojnë jashtëzakonisht shumë. Kështu që qeveria e ardhshme shpresoj që do të formohet dhe të ketë fokus ekonominë, seriozisht ekonominë, sepse nga kjo buron gjithçka edhe në aspektin e zhvillimit të infrastrukturës, edhe në aspektin e ndërtimit shkollave, institucione, por njëkohësisht edhe mbrojtjen e konsumatorit, sepse janë rreth 100.000 qytetarë apo 25.000 familje që ende jetojnë me asistencë sociale. Pjesa më e madhe e qytetarëve kanë torna të vogla deri në 500 euro, edhe tash me inflacionin e lartë, me çmimet edhe në aspektin ndërkombëtar edhe kombëtar, kanë me ataku jashtëzakonisht shumë konsumatorin kosovar. Pra 500 euro nuk e mundësi që ta mbash familjen, duke ditur që kosto e jetës është rritur jashtëzakonisht shumë. Sa mendoni se do të jetë një pagë e arsyeshme mesatare për qytetarët e Kosovës në mënyrë që të dalin balë të gjitha këtyre problematikave të cilat po i hasim çdo ditë, qoftë edhe rritja e çmimit të energjisë elektrike, edhe çmime të cilat mund t'i krahasojmë lidhërisht me një shtet të Evropës, të cilët rrogën mesatare kanë afro 1.000 euro. Para disa ditë isha në Gjermani dhe për kuriozitet si ekonomist kam shiquar shumicën e çmimeve. Në Kosovë dallojnë çmimet me Gjermaninë janë domosdoshmë më shtrejta, krahasim me pagat që ka. Duke marrë për bazë edhe kostin e jetesës që qytetarët Kosovës, inflacionin e lartë që ka pas, tash duhet me bëni dallim sepse institucionet e Republikës së Kosovës po thirrën ato që ka rëmje të inflacionit. Është e vërtetë që ka rëmje të inflacionit, por çmimet kanë vazhduar me të njëjta. Domthon inflacioni matet me shpejtësinë e rritjes së çmimeve, jo me çmimet. Kjo te qytetarët e rëndom nuk diktohet shumë, për arsye se ta zonë për shembull buka ka qenë para në fillim të qeverisjes ka qenë rreth 30 cent. Tashmë inflacionin e 2022 e kemi pas dikon 12%, po buka prap ka mbet 50 cent. Domthon çmimet nuk bien. Në disa vende edhe 80 cent. Në disa vende 80 cent, po nuk inflacioni nuk e ndikon çmimin. Domthon shpejtësinë e rritjes së çmimeve. Për këtë arsye edhe pothuajse kemi çmimet jashtëzakonisht larta, për faktin që edhe qeverisja aktuale ka premtuar që do të kujdeset për konsumatorin kosovar, paktën për produktet esenciale. Në situatën aktuale do duhet që të ketë një ulje të vëshës për këto produkte. Ne ende paguajmë për shembull të vëshë për produktet që janë esenciale. Do duhet paktën për një periudhë kohore të hiqet të vëshëja masi veç në ka mundësi me ndërhyj, nëse nuk ka mundësi, që unë mendoj që ka mundësi me ndërhyj në aspektin ekonomik, do duhet që të fokusohet pak te konsumatori, sepse po ballafaqohet me situatën që rrallë herë është ballafaqur, duke marrë për bazë edhe pensionet e vogla, tyrat e vogla, rritjen e çmimeve, gjitha këto e rrëmbullaksojnë që target kryesor po jetë konsumatori kosovar dhe konsumatorë aktiv janë rreth 1 milion qytetar dhe ata ballafaqohen çdo ditë me çmime të jashtëzakonshme. Për shembull, nuk mundesh me vendos sot me bleni produkt, qoftë ujë, qoftë bukë, qoftë diçka me 50 cent ose 1 euro, që në mëngjes nuk kemi pas 1 euro 10 cent ose 1 euro 20 cent. Mirë po, lëvizim nëse do të kishte qenë më mirë që qeveria të fuqizoj më shumë prodhuesit kosovare dhe të mos kemi nevojë që të blejmë kaq shumë produkte nga vendet e ndryshme të rajonit, qoftë edhe të Evropës.
a do ishte më mirë që të kemi një kosto më standarde me prodhimet vendore, duke u rritur edhe cilësia, se dihet se deri më tani edhe prodhimet vendore të cilat e kemi pasur, nuk është që e kam pasur ndonjë cilësi të mirë, për shkak të rrethanave dhe mënyrës se si ato punojnë. A duhet fokusohet qeveria e Kosovës në prodhimtarinë, në shtimin e prodhimtarisë kosovare, në mënyrë që të mos kemi nevojë çdo herë që të kemi edhe për nevojat esenciale të jetesës të importojmë mallra? Sigurisht na duhet me marrë për bazë faktin që na i kemi pothuajse 20-25 vite shtet, që e kemi fituar lirinë, dhe sigurisht bizneset kosovar nuk mundën për 20 vite me ofru cilësinë e jashtëzakonshme që ka një shtet i cili ka traditë qindra vjeçare. Mirë, po Lulzim, tashmë neve jemi qytetarë të lirë, mund të udhtojmë, mund të shohim mënyrën se si prodhojnë edhe europianët. Nuk është diçka që si ka ndodhur në vitet e kaluara kur kemi qenë shumë të izoluar dhe s'kemi pas mundësi që dalim edhe të shohim. Patjetër, për këtë arsye dhe do duhet që shteti të fokusohet më shumë në mbështetjen e bizneseve. Secili shtet në botë mbështet prodhuesit vendor. Në qoftë në politika ndryshme që i kanë ata, qoftë politika fiskale, qoftë në mbështetje makineri, sepse biznesi kosovar po ballafaqohet me mungesë të fondeve. Për shembull, aktualisht kemi kamata të jetë larta në krahasim me vendet e rajonit. Për shembull, në Gjermani kemi 2-3% e na shkon deri 20% kamatat që ka mbysin biznesin. Pastaj kemi përmenëm në energjinë elektrike, kemi një çmim të energjisë elektrike të paktën aktualisht për biznesin kosovar është sidomos në rritja ose dalje në tregun e opër është jashtëzakonisht i lartë. Biznesi kosovar nuk është i përgatitur për një gjë të tillë. Institucionet e Republikës Kosovës do duhet të fokusohen më shumë në mbështetje të prodhuesve vendor me politika qoftë fiskale, qoftë politika që mbështesin në makineri, gjë që ka ndodhur në vitet e kaluara, po me rrit volumin e mbështetjes për këto biznese. Në mënyrë që biznesi kosovar tashmë na veçim rrugës për Bashkimin Evropian dhe duhet me ofru cilësi të jashtëzakonshme për me pas treg ndërkombëtar. Prandaj mendoj që në këtë aspekt duhet me mbështet biznesi, duhet me kriju qoftë politika favorizuese aty në biznese prodhuese që ofrojnë prodhim kualitativ dhe prodhim të bollshëm për Republikën e Kosovës. Për shembull, ne kemi në Kosovë mund me zhvillu aspektin e blegtorisë, po format e subvencioneve që kanë ndodhur në Kosovë nuk kanë qenë duhura. Shumicën e produkteve të mishit azam ne importojmë për vendeve të rajonit. Edhe janë vende që pothuajse kanë edhe territor më pak se Kosova dhe popullsi më pak se Kosova. Dhe ata neve mundemi sigurisht na kemi hapësirë edhe në Kosovë. Po. Nuk do duhet me dhon subvencione përmes aspektit politik. Duhet me dhon subvencione atyre që meritojnë, ata që punojnë, dhe kjo rrit edhe prodhimin vendor. Mendoj se rrit edhe cilësinë. Tashmë kemi në tregun kosovar dhe produkte të cilësore që eksportohen vendet më të zhvilluara, qoftë në Amerikë, qoftë vendet e Bashkimit Evropian, dhe sigurisht që duhet edhe një mbështetje, edhe pak mendoj që do duhet si qytetar të Republikës Kosovës që jemi një shtet i ri, me mbështet prodhuesin vendor, edhe nga pak me një aspekt me mshil edhe një sy, për arsye se kështu zhvillohet ekonomia e vendit dhe kështu detyrohet edhe shteti të mbështetë edhe prodhimin vendor, edhe ne tecëm përpara se shtetet që të paktën shtetet e rajonit. Nikos Zotrveqiri, ne kemi parë që sigurisht ana e subvencioneve që i ofron qeveria e Kosovës zakonisht janë shumë goxha të mëdha. Mirë, po shumica skandaleve kanë dalë nga ato fatkeqësisht. Tash kohën e fundit një pjesë skandale që është jashtëzakonisht shqetësues është importi i mishit, për shembull i produktet që tregtohen në Kosovë, produktet që janë ose zgjedhjet që hyjnë në Kosovë për qëllim therrje, dhe në Kosovë është jashtëzakonisht kërkesë e madhe për produktet e mishit, dhe dëmi sipas për llogaritjeve që kanë bërë dikon sillet rreth 30 milionë euro. Domethënë ka një ngjeshje të institucioneve të Kosovës, mekanizmave shtetëror që mbikëqyrin këtë gjë. Kjo tani e çrregullon edhe tregun, për arsye se kompanitë cilat importojnë, shesin me lirë, nuk deklarojnë shtet, e dëmtojnë buxhetin e Republikës Kosovës, edhe dëmtohet edhe qytetari i Kosovës, njëkohësisht dëmtohet edhe konkurenca, për arsye se një biznes që paguan të veshë 18% dhe tatim në fitim 10%, me automatizëm kostoja i rritet dikon për 28%. Ndërsa biznesi tjetër e ka çmimin më të lirë dhe kjo e çrregullon tregun.
duhet një mekanizëm mes inspektoratit tregut. Këtë rastin tonë konkret që e përmenëm është AUV, është Ministria e Bujqësisë, administrata tatimore e Kosovës, gjitha këto me parandalu situatat cilat e keq përdorin ose bizneset të cilat keq përdorin situatën aktuale të vakumit në institucione. Sepse tashmë gjithë syt janë nga institucionet nga kuvendi, sepse nuk kemi një qeveri e cila ka kompetencë plot veprimit, ka një qeveri e cila është në detyrë. Dhe sigurisht biznese ose disa prej bizneseve e shfrytëzojnë situatën aktuale në mënyrë që të përfitojnë sa më shumë. Dhe kjo për mendimin tim është goditje ndaj konsumatorit, goditje ndaj sistemit të shtetit, duke dëmtuar edhe aspektin financiar të Republikës Kosovës, duke dëmtuar edhe konkurrencën, njëkohësisht në fund fundit dëmton konsumatorin fundor i cili e bart barrën e pagesës në fund të muajit. Lulçem, çka do të me prit neve prej qeverisë ardhshme, cilat do të ishin qenë pikat thelbësore që duhet t'i ketë parasysh një qeveri në ardhje? Unë mendoj që fokusi kryesor që kanë qenë shumë kampanja të ndryshme që ka qenë për shembull viti për persona me aftësi të kufizuar, viti për grad, viti për tashmë viti 2025 do duhet shpallet viti ekonomisë kombëtare, sepse ekonomia aktualisht është duke çaluar, kemi një pretendim të rritjes ekonomike dikon 3.8%, që nuk garanton zhvillim ekonomik. Kemi kryesisht buxheti shkon në paga me ditje, aktivitetet të cilat nuk i kontribuojnë zhvillimit ekonomik, do duhet që të ketë investime kapitale më të mëdha, duke lënë anash aspektin politik, sepse po ka fokus të investimeve në komuna të ndryshme për shkak të përkatësisë politike. Kosova është të gjithëve, edhe deputet, edhe buxheti faktikisht është i gjithëve, do duhet që të fokusohen më shumë të investimet më shumë strategjike ku janë dhe të mbështetet prodhuesi vendor sidomos, të dilet qytetarit në ndihmë, njëkohësisht edhe të bëhet një reformë fiskale se ka vite që nuk ka reforma fiskale, tashmë kemi produkte që pagujnë me 18% të VSH, që janë produkte esenciale dhe me 8% që varësisht për situata ose produkte që janë deficitare, do duhet fokusohen më shumë ose të hiqet të VSH-ja ose tatimi për ato biznese të cilat kanë prodhim ose prodhojnë ose garantojnë të paktën prodhim, dhe kështu që të fokusohet qeveria ardhshme si viti i ekonomisë ose mandati i ekonomisë, sepse prej ekonomisë rrjedh gjithçka, edhe zhvillimi ekonomik, edhe infrastruktura, edhe shëndetësia, edhe gjitha këto, sepse qytetarët e Kosovës të paktën blejnë në vend. Kështu që unë shpresoj që qeveria ardhshme ka me pas një fokus më të madh ekonominë, pa paraula politike, pa deklarata politike të cilat nuk ndikojnë te biznesi. Kushte për bizneset, si janë kushtet për bizneset në Kosovë? Tashmë pritet që të kemi edhe më shumë mbyllje, ashtu siç e thamë edhe më herët, për shkak të rritjes së gjitha këtyre kostave që kanë të bëjnë me bizneset ndërvend, ndërkaq që rajoni ofron kushte shumë komode të bërit biznes. Po ka rastet që bizneset nga Kosova kanë ikë për shembull në shtetin e qinj Maqedoni Veriore, për arsye se ofron politika më të mira favorizuese, për shembull Maqedonia ofron edhe ofrim të tokës për bizneset prodhuese, njëkohësisht edhe ofron edhe tarifa të lira në atë kuptimin e tatimeve dhe sigurisht biznesi kosovar aktualisht, po them në përgjithësi se ka biznese që janë jashtëzakonisht konsoliduar, po në përgjithësi biznesi kosovar po ballafaqohet me situatën që me një aspekt jeta vdekje, duhet me punu për mbijetu. Biznesi që punon për me mbijetu nuk ofron as cilësi, as sasi të prodhimit. Për këtë arsye, i përmenda edhe situatën që shtetin duhet me ndërhy, në mënyrë që me rrit prodhimin, njëkohësisht edhe me i dalë ndihmë biznesit për faktin që tashmë me një qershor, pjesa më e madhe e bizneseve pjesa prodhuese, kam fjalën bizneseve të mëdha që është e përcaktuar me direktivat BE-s, po aktualisht biznesi kosovar nuk është i përgatitur për situatën ose nuk ka treg për ngritjen e kaq të madhe të çmimit të energjisë. Me automatizëm, kur ka një ngritje të madhe të çmimit të energjisë, kjo ndikon edhe te inflacioni. Domthonë bjen fuqia blerëse. Konsumatori kosovar nuk ka mundësi me ble për shembull shumë produkte, ka me shiqu me ble produkte esenciale që janë,
Momentin që bjen fuqia blerëse edhe biznesi nuk ka mundësi me prodhu ma shumë, sepse në bazë të ofertës dhe kërkesës Ka kapacitete. S'ka kapacitete. Pastaj ngritja e inflacionit në mënyrë kaq të shpejt, ose të paktën që ka me u prit me ngrit shumë, kjo ka me pas efekte zinxhirore dhe kjo sigurisht që ndikon në gjitha aspektet e ekonomisë të Kosovës, jo vetëm të konsumatori, ndikon edhe në aspektin edhe performancës bizneseve. Tashmë biznesi kosovar ballafaqohet me një kost deri në 250%. Vetëm të energjia elektrike. Shto kësaj që derivati pothuajse gjitha produkteve është energjia elektrike. Dhe kjo ka me ka një efekt zinxhiror deri në fundit që konsumatori kosovar detyrohet me pagu. Edhe tashmë alternativat janë shumë të vogla që me gjetë produkte që janë të paktën ose me gjetë alternativa të furnizimit me energji elektrike për rajonit. Shumë biznese që kom pas kontakt me ta kanë marrë oferta vetëm për Keskos, nuk ka oferta në tregun e lirë. Për shembull, aktualisht mundem me pas deri në 250%, po në pikun e sezonit dimit, për shembull, bursa ndërkombëtare më ndryshua dhe mundet me pas rritje deri në 500%, 1000%, çush ka pas deri në 800-900 euro në kilowatt energji elektrike në krahasim me tani që aktualisht keku i shet Keskos me 30 euro. Ma në shkoste e jashtëzakonshme që s'po besoj që do mund një përballon biznesi. Për pasoj, mendoj se nëse nuk dërhyet nga ana institucioneve, pjesa më e madhe e bizneseve të paktën kanë me ulë aktivitetin e prodhimit, kanë me largu punëtor dhe kjo ka me ndikuar në mënyrë zinxhirore në përkestrimin e situatës ekonomike në vend. Gjithsej mund pash edhe disa postime ku shkruajke që po shkojmë problem harç në fshetat fshin që kemi se në Kosovë nuk na ka me kur qa për me ble. Një humor i zi, po fatkeqësisht ashtu kanë ardhur rrethana. Sigurisht, tash ne duhet me kom pak realista në situatën aktuale që jemi, me çmimet që janë tashmë në Kosovë, me hyrat që janë në Kosovë, sigurisht ka marrë mundësia që qytetarët kanë më detyruar me ble në vendet fshinje. Për arsye se tashmë veç kemi një lloj ngritje të çmimeve përmenda me bazë perceptimit bizneseve. Janë disa biznese janë pa ndërgjegjshme, nuk kanë një kost aktuale se energjia elektrike pothuajse ende nuk ju ka faturu, po një pjesë e bizneseve e shfrytëzojnë situatën. Nga muaji i ardhshëm. Po tashmë na kemi ngritje të çmimeve dhe kjo ndikon te konsumatori, sigurisht. Në muajin e ardhshëm ka me pas ngritje edhe më të madhe. Për faktin që kemi një rritje për 16.1%. Po momentin e një qershorit, kur fillohet tarifën e hapur, në tregun e hapur, sigurisht që ka me pas një rritje të jashtëzakonshme. Dhe kjo ka me i kushtua konsumatorit në fundit, sepse çmimet rriten për konsumatorin. Biznesi e kostën e merr si shpenzim, po detyrohet me ngrit në proporcion të shpenzimeve që ka me energjinë elektrike. Prandaj nuk është i larg me që qytetarët kanë më detyruar me ble në vendet fshinje. Kemi raste konkrete për shembull të vendeve të zhvilluara, për Zvicrë blen në Gjermani sepse kosta është shumë e lirë dhe kjo është normale që konsumatori detyrohet me gjetë alternativa sepse tyrat në familje janë shumë të vogla dhe duhet me ble sa më shumë produkte në mënyrë që me ja dalë deri në fund të muajit. Zotëri Beqiri, faleminderit shumë që erdhe në Info.de dhe falem për të gjitha këto çështje që janë mjaft jetike për jetesën në Kosovë. Faleminderit shumë për ftesën. E të nderuar shikues të Info.de, ne këtu po përmbyllim edhe këtë emision deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.